Unë shkoj për qef, vish me ngu, ju bile që në gjeknani. Bravo. Gjemile, qa ko të rete Gjemilja, qa të bu kone e fundit, përveç mramjeve, darsëmave që i ki? Me të ndrejtë është filloj edhe Ramazani, është veç me majtë Ramazani edhe me nejtë në shpe. Me pushu. Me pushu pak, edhe fizikisht me pushu, po psikikisht. Normal që jem të përgatit kongë, sene këto nuk diskutohet. Tani mas Ramazanit kismet Allah, vazhdojna me neja, me darsma. Bravo. Son të kena me knu diçka live me këtë band, ti e kanktore e muzikës live, kështu që kena me knu diçka, edhe kena me bu pak muhabet. Kongat ka vez, është një kongë shumë e lezeshme, shumë interesant, s'ka kur gjo aty diçka të keqe. A ke pas nej kritik diçka të kanë... Po, kom pas kritika shumë. Zakonisht të qyrën komentet të sera, po s'nalen kur. Me të ndrejtën asë që i kom dhanë rëndësi heq, asë më marrë me to dhe s'kom pas vakt, edhe të kisha pas vakt, s'isha marrë me to heq, absolut. S'ka lidhje. Gjemile, cili është komente ma interesant që e ki marrë për qitë kongë që e ki bo, që të ka shku shumë viral? Ma interesant. Po ma shumë ju ka ardhi nati mashkujve. Seriozisht, po, sa femnave. Pse që kanë rogën e vogëla? Po që ato dhe zypse, që kanë njëzë në ka... Unë jam prejkë shumë që të vëtë kalëzë e Gjemilje, kërë këngu që të kongë. Se vëlla mu prejkë. Ti s'ki rogë? Dhe unë e rogë nuk kam, as Antiona s'ka rogë, shto që s'kem nevoj mu prejkë heqë. Se me pas komentet ti të këqia, për shemull, kur ti s'ke përmen as një fjallë të keqë aty. Njeri mund të pas të vogël kerin, mund të pas të vogël hunën, mund të pas djallin, shpine e vogël, po. S'ke përmen kur gjo, une, kum pas komente të lefare se une përmeni, se kom qashtu është emisioni, edhe ato Barcelita që i të regajnë fillim, kështu që të une hanë ato, po të ti s'ka pas nevoj kur kush me shkujt në koment keq, konga ka dhez, prifte mora, pa që sukses. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Që më stanin hiq për atë sen. A e din sa miliona i ka bo? 1 milion i ka diqka. Në YouTube? Po, në YouTube. Edhe në TikTok e... Po, edhe nuk e kom besu me të ndrejten që shkon që ka që shumë, që bëhet viral. Tash me fol një realitet, normal që ka arë mirë që u bo viral, a nëse do këtë do të njofin ma shumë, po me një anë tjetër dy qysh, edhe dy si një e kjem po. A e kiti një informat që përdorimi i qisaj konge në TikTok, në prapavit të videove të ndryshme, 230 milion është. A nuk e ti s'ka. Këto se din, do me thonë me TikTok ka me krejt, që që ka përdor, po dhe, tu e përdor njëst, 230 milion. Halal! Halal! Ja, këtë falim në një shkojnë edhe nurtës, normal, që më ka bom... Nurteli jaroni jem, bravo, që i ka nërmeni i bin mendo që se i ka do farideja. Halal i kof, falim në rësë edhe pëjtina, po tani edhe mu halal më kof, që e kiknu? Ama ti i bin men që të sene se e ka të vogël, Nurteli. Studion e ka të vogël, kompiterin e ka të vogël. Gjemile, kena me fol, e kena me knu qatë kongëmane, kena me bo një verzion tjetër, po unë po kam qef, ju, bendi, Santiana edhe shikuesit e Robi Plakët këtë në vetë, me një Gjemilen të knu edhe kongë të leta, edhe balada, se gjënasht mës me përdor këtë bend, se edhe që t'javi kam se i kom hek. A kështë mujt me knu një balad? Po, pa tjetër. Të mirë diçka. Po, kismet, po. Qysh e ka titullin? Aja din? Qysh me ta bo halal. Qysh me ta bo halal? Po. Po, dhe më thonë se më ka di qysh me ta bo halal. Po. Se qa ke dit me bo. Të mët, pisi pis. Se më të dit, kam jamojt. Shkojmë, qysh me ta bo halal, baladën me bendin Robi Plakët vetë, po qona dhonë në piano, edhe më ndhe i këthejemi me